kush është tipi juaj? Domethënë që shkon me çfarë po kuptojmë për te pamjes estetike. Se në pamje estetike që të gjitha janë shumë të lezetshme. Pak të me thënë realitetin. Domethënë çfarë është tipi? Këtë secili individuali, se besoj se edhe tipin e keni. Jo. Ka limite deri ku shkon. Kush Kush është tipi juaj? Mund ta kapni të pamje estetike të këto përshkrimet, kështu po edhe gjëra të tjera që juve e bën një girl thoni që prima se kjo është my type ose unë dua shumë këtë etj. Unë po e krahasova tipin tim, do them Me një Gipajani. Jo. Jo, do them një që nuk e di ani tip, po quhet Sadie McKenna, është e famshme, po është kështu shumë niche domethënë. Po dhe kjo bën shumë duke siç bën. TikTok e bën, bën TikTok, bën Instagram, del streams. Po pra stream. Po shkruaje pak për njerëzit që nuk e din kush është Sadie McKenna, për shkruaje. Është ta them shumë me pamje si dush ti thuaj është tipi jot, nuk e di. Okej. Është brunet, ka highlights, domethënë blond, është skinny, domethënë. Brune me fije, e dobët. Po. Vazhdojmë. E dobët, kash mund të them, unë mund të them edhe për gjatësinë, për mu, do doja shumë një gocë që është 1.70, 1.65, do më thënë nga goca që jam më të gjata, unë për vete jam i gjatë, nuk do doja një gocë shumë shkurtër. Mendon se i gjatë? Jo, jam i gjatë. Pa të se diti, vazhdo. Pastaj po si se disa i gjatë je? 1.93. Po si s'është i gjatë, po se nuk është 1.93. Jam 1.93. Me kpuc. Jepi. Pastaj pra brune me fije. E gjatë 1.70. Me përshkrimin e durve kuptum që duhet të ketë forma të bukura. Edhe e dobët. Kaq. Okej, po ti. Edhe syze. Syze. Se po thjesht më pëlqen. Pa Mia Khalifa që qenë i vogël ndoshta. O Apo s'është edhe nga ajo anë botës edhe jeni patriot në vetvete. Kështu që